Keme sigurimeve shoqërore është pikrisht ajo që është, po këtu ka ndryshim në një nen të saj, e cila parashikohet në nenin 92 të ligjit bazë sigurime shoqërore 7703, ndryshuar me ligjin 114 të vitit 2014. Ku konsistojnë këto ndryshime? Në këtë skem që ka hyrë në fuqi në 1/1/2015, është parashikuar që gradualisht, pas çdo viti, mosha për të dalë në pension për gratë shtohet me nga 2 muaj, dhe kjo do të jetë e tillë deri në vitin 2032, kur mosha për dalë në pension si për burrët dhe për gratë do të jetë mosha 65 vjetë. Më tutje, do të shtohet nga 1 muaj për çdo gjini, edhe për burrët edhe për gratë, dhe në vitin 2056 parashikohet që mosha për dalë në pension për të 2 gjinit do të jetë mosha 67 vjetë. Që ndodh me vitet e punës që u nevojitet qytetarëve në vitet e ardhshme. Është parashikuar që në këtë ligj edhe do të ndryshojë njëkohësisht edhe vitet e nevojshme që për të dalë në pension të plotë pleqërie. Dhe kështu që nga viti 2015 dhe në vazhdim, për çdo vit që kalon, shtohet me 4 muaj vjetësie e punës, dhe në vitin 2026, pra në këtë vit që ne kemi hyrë, nevojiten jo më 38 vjet e 8 muaj, siç ishte në fund, deri në fund të vitit 2025, po nevojiten plot 39 vjet pune. Këto do të vazhdojnë edhe për 3 vjetet e ardhshme, derisa vitet e punës për të përfituar një pension të plot pleqërie do të kalojnë në 40 vjet. Po tutje do ndryshojë vetëm pikërisht mosha, duke shtuar ato sipas shpjegimeve që dham.